e bën Partia Socialiste Shqipërinë, Europa nuk e merr kurrë Shqipërinë. Çfarë nuk than për këtë që nesër bëhet një tjetër fakt. Ku nuk shkuan e qa nuk sajuan. E mbi të gjitha për turpin e maf. Po turpi është një fjalë që nuk ka lidhje me ta. Morën rrugët me Molotov dhe gëzoheshin që fotografitë e kazanëve me plera që digjeshin apo të flakadanëve që qëllonin mbi kryeministrinë apo mbi xhamin e madhe dilnin në për mediat e botës. Arritën deri në pikën që nxorën flamujt e Gjermanisë në bulevard për herë të parë në historinë e pluralizmit. I kishin pa flamujt e Amerikës. Kur thoshin Amerika është me ne, ju kujtohet? Po flamujt e Gjermanisë nuk i kishin parë ndonjëherë që të dilnin në bulevard për të rrëzuar qeverinë. Këtej Molotovët, këtej flamujt e Gjermanisë dhe e mbushën dynjan që Gjermania na ka ndëshkuar. E para, nesër në Bruksel janë të gjithë është dhe Gjermania. E dyta, mbas disa ditësh do t'ju qoj si përshëndetje një informacion të detajuar nga takimi që do të kemë me kancelarin e Gjermanisë. Do ma falni vanitetin, po kjo është një pjesë që